Iranianët dalin në rrugë për të festuar vdekjen e Khameneit. Turma të mëdha iranianësh dolën në rrugët e Teheranit dhe qytetet e tjera gjatë natës, duke festuar lajmin se udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ishte vrarë gjatë një sulmi të koordinuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Vdekja e Ayatollahit pas afro 40 vitesh sundimi autoritar përfaqëson një kthesë historike për regjimin teokratik të Iranit. Shumë iranian brenda dhe jashtë vendit shprehen gëzim dhe lehtësim për këtë zhvillim, duke parë si fundin e një epoke të gjatë represioni. Megjithatë, jo të gjithë reaguan njësoj. Disa qytetarë shkruan në rrjetet sociale se po vajtonin privatisht udhëheqësin suprem. Festimet në disa zona u shoqëruan me shqetësim pasi ekziston frika se sulmet nga forcat amerikane dhe izraelite mund të vazhdojnë. Komunikimet në gjithë Iranin u ndërprehen, linjat fikse dhe shërbimi celular ran, duke bërë të vështirë vlerësimin e plotë të gjendjes dhe reagimi publik në vend nga rreth 85 milion banor. Ndërkohë forcat amerikane dhe izraelite vazhduan sulmet për të dytën ditë radhësi. Raportet e para për viktimat tregojnë se mbi 100 persona janë vrarë gjatë valës së parë të sulmeve. Ngjarjet shënojnë një moment kritik për Iranin dhe rajonin, ndërsa e ardhmja politike e vendit mbetet e paqartë mes tensioneve dhe pasigurisë së madhe.